Qytetarët e Vlorës kanë protestuar sërish gjatë ditës së njëjtë përpara ambienteve të Bashkisë së Vlorës fillimisht dhe më pas duke marshuar në zonën e Lungëmarrës. Protesta e tyre kundër projektit në zonën e Zvërnecit ishte e dyta e organizuar nga qytetarët e Vlorës. Me pankarta në duar ku shprehnin kundërshtimin e tyre ndaj projektit, protestuesit u ndalën fillimisht përpara Bashkisë së Vlorës dhe më pas vijuan marshimin drejt zonës së Lungëmarrës. Protesta e qytetarëve Lonjat vjen pas mobilizimeve të nisura edhe në kryeqytet kundër projektit që parashikohet të zhvillohet në zonën e Zvërnecit. Qytetarët kanë paralajmëruar vijimin e protestave të tyre edhe në Vlorë, teksa protesta e radhës është njoftuar për ditën e premte në orën 18 në sheshin Adem Jashari në qytetin bregdetar. Kjo protestë do të zhvillohet ndërkohë në një ditë kur në Vlorë pritet të mbrihet edhe kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste Shqiptare Edi Rama. Ky i fundit do të zhvillojë edhe një takim të zgjeruar në sheshin e Flamurit në kuadër të aktiviteteve për 35 vjetorin e Partisë Socialiste.